Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi rastin e Belinda Ballugut, e cila u mor e pandehur nga SPAK mbi akuzën e shkeljes së barazisë në tendera lidhur me rastin e tunelit të Llogaras në vlerën e 190 milion eurove. Por gjithashtu do të prekim edhe rastin e Eveliajt, i cili u mbrojt dje në gjykatën kushtetuese, ku kërkon anullimin e shkarkimit të tij si kryetar bashkie ndërsa ndodhet në paraburgim. Për trajtuar pikërisht këto dy çështje sa i përket dy figurave më të larta të Partisë Socialiste që tashmë duket se janë goditur nga kryeministri Edi Rama, ne do të flasim me analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Zoti Merkoçi, si e keni parë rastin e Belinda Ballugut, e cila u mor e pandehur nga SPAK-u, çfarë pret atë tashmë? E kam parë. Tash gjëra që i kemi diskutuar, i kemi thënë, Pam. Pritësh vetëm arrestimi i saj, dhe ajo që është më kryesorja është që u kuptua ndoshta përfundimisht që SPAK-u nuk është më ai SPAK-u i cili komandohet nga Rama, i cili merr urdhra po nga Rama apo nga portali më mirë. Dhe Rama është ai që ka kap gjithë institucionet. U munduan ta anashkalojnë, ta vonojnë, ta bëjnë, por në fund fare ajo që kam thënë që SPAK-u tashmë është në bashkëpunim të plot me FBI-n me DEA amerikane. Kështu që patjetër që do vinte, domethënë, goditja e Belinda Ballugut e përfortur në të gjitha aferat. Flitet vetëm për tunelin e Llogaras, por nuk është vetëm tuneli e Llogaras. Janë rrugët e janë të gjithë infrastruktura, energji elektrike. Ajo që në vite apo dhe në protestën e fundit, kur unë kam qenë, që kam deklaruar në këtij Ramës që nxirr kontratat e keshit me sike për kontratat e keshit me privatët. Ka afera të shumta dhe Rama tashmë nuk mundet kurse si të dalë dhe të thotë që nuk dija gjë apo nuk bëja gjë për sa i përket Belinda Ballugut, për vetëm arsye sepse në të gjitha vendet, në të gjitha inaugurimet, në të gjithë fillimin e punimit, në të gjithë tendrat, Rama ka qenë i pranishëm, prezent, domethënë. Dhe nuk mund ta mohoj më. Kështu që goditja e Belinda Ballugut është një nga goditjet më të forta që merr Rama, sepse bëhet zëvendës kryeministri i dytë që merr akuza për korrupsion dhe për barazit të tenderave, siç është shpallur tashmë në media apo çfarë përflitet. Por ajo që është kryesorja është që Belinda do përballet me drejtësinë, Belinda do të nxjerrë shumë gjëra, jo se do të nxjerrë Belinda, se ata unë u kam thënë që dozat në SPAK janë gati. Ajo vetëm do t'i konfirmojë dhe nuk ka asgjë për të fshehur. E që në këtë mes është që nuk mund bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë për shumë arsye. Arsyeja e parë është ajo që thashë, sepse ata i kanë materialet, nuk është se nuk i kanë. Dhe pjesa tjetër pastaj nuk mund ta lejojnë që një zëvendës kryeministri të përfitojë nga ligji. Një e kanë atë Ahmedën e kanë ata, që ka shkruajtur libra Ahmeda, ka tefteruar të gjitha. Dhe kështu që nuk i duhet Belinda në këtë rast, nuk i duhet. Por ajo që pash që Belinda më duk njësoj si dalja e Belindës, më duk njësoj si dalja e Eriovelis, nëse ju kujtohet që unë folë tek të mia bëra, ishin të mire, ishin të ndershëm, ishin kështu, dhe mas jave kur u arrestu pastaj filloi dhe hodhi vrem. Kurse Belindën e pash që tha unë e pranova akuzën, a thu se e kishte thirrë prokurori nëse do e pranosh apo s'do e pranosh akuzën. Ai ka hedhur akuzën në tavolinë, kështu që je detyruar ta firmosësh edhe kaq. Ajo që ishte kryesorja pasaj ishte që ajo nuk do të rrite
vetë aty në SPAK me orë të tëra për të pyetur për të shpjegime, sepse ja lënë dhe ligji. Kështu që ajo bëri atë pjesën, domethënë hyri dhe doli shpejt, për të treguar që nuk kam ndonjë gjë të madhe për të punë, me fjalë ta marrë njerëzit gjë thjeshtë, thjesht një mosbarazit temash për s'ka në gjë e madhe. Dhe ky ishte mesazhi që Belinda kërkoi ti përcjelli medias apo popullit në daljen e saj aq të shpejtë. Tash përfitoi nga ligji e konsumoi ligjin deri në fund themin. Si mendoni, është trajtuar në mënyrë preferenciale Belinda Balluku, duke qenë se SPAK-u nuk I komunikoi mas sigurie ndryshe nga sa ka ndodhur me Sali Berishën, Ilir Metën dhe Erion Veliajn? Me asnjë nuk ka ndodhur ndryshe, në njëjta formë është. Sepse edhe Erion Veliajn nuk besoj se kur ka dalë nga SPAK-u është arrestuar. Edhe Sali Berisha kur ka dalë nga SPAK-u nuk është arrestuar, as Ilir Meta. Pra kjo është faza e parë, domethënë. Faza e parë ku I jepet komunikimi I akuzës dhe të shohim, unë jam I bindur që këtë javë SPAK-u do marrë mas sigurie për Belinda. Nuk diskutohet. Unë nuk e di çfarë masi do marrë. Këtu pas edhe të shohim do marrë çfarë masi do marrë, por nuk e di se çfarë masi do marrë, di vetëm kaq që vajtja e saj mas dite në kryeministri, domethënë, e thirrur nga Rama, tregon se ka një gjë të keqe për të, jo për shqiptarët, por për të ka një gjë të keqe, çka do të thotë ose do kenë folë për dorëheqjen e saj, për ndonjë mandati, a nuk di se çfarë mund të ketë folë për të përballur me drejtësinë. Jeni të bindur që masa sigurisht do I jepet, nuk diskutohet. Është në akuzë, kështu dha dhe Erion Veliajn se I shkoi në zyrë të arrestuar, apo jo. Ishte masa sigurisht Erion Veliajn. Kështu që nuk është se ka bërë ndonjë gjë çuditërbërëse, domethënë. Nuk mund të jetë preferenciale sepse që ka Belinda apo që ka dikush tjetër. Në momentin që t'jepet akuza, nga I moment çdo lloj lëvizje që mund bësh, e para që je kontrolluar dhe e dyta çdo lloj dhe çdo fjalë që mund të flasësh mas atij momenti, domethënë është gjithmonë dëm të vetë personit të akuzuar. Ashtu siç ishte për Erion Veliajn kur doli dhe Buçka dhe dolën këto të tjera që folën për masën e Erionit dhe I dolën më mrapa dolën telefonatat, apo siç I ndodhi Beqës si e ka detyrim paraqitje dhe ai fliste me telefonin e shoferit të tij dhe pastaj e morën edhe e futën I bënë ndalimin, arrestimin e çunqeli. Kështu që janë ato mënyrat e tyre të bërit, nuk duhet ta paragjykoj dhe nuk duhet. Për mua është mjaftueshme që mori një akuzë dhe kaq. Pjesën tjetër mënyrën e hetimit të tina ta. Nuk duhet paragjykoj absolutisht asgjë. Ju përmendët takimin mes kryeministrit Edi Rama dhe Belinda Ballukut, pra që mund të jenë takuar midis tyre në kryeministri, ndërsa ka raportime të caktuara në media se kryeministri Edi Rama I ka kërkuar dorëheqjen Belinda Ballukut pasi po dëmton imazhin e qeverisë dhe nga ana e saj ajo është përgjigjur se nuk është Erion Veliajn dhe ndërkohë vetë Rama I ka thënë se këto do ta shohim. A mendoni se mund të ketë pasur një takim të tillë dhe një përplasje të tillë? A mendoni se Edi Rama është në ato kushte tashmë që ti kërkoj dorëheqjen Belinda Ballukut? Unë kam deklaruar që Belinda Balluku do rezistojë në mbajtjen e postës. Pra, rezistimi I saj do jetë që ajo nuk do t'japi vetë dorëheqjen. Por nga ana tjetër është Rama I cili nuk mundet të bëj shkarkimin e Erion Veliajn, sepse janë lufta që është brenda llojit, themi, ndërmjet atyre që mbajnë Belindën dhe vetë Ramës. Këtu do ketë një kërcitje të fortë. Domethënë kush do ta marrë hapin e parë, Belinda do të riqë, Belinda do të kërkojë dorëheqjen apo Rama do bëj shkarkimin e Belindës. Mos harroni sepse Rama edhe ju pata thënë në një intervistë tjetër me ju kam qenë kur tash kemi fluturim se ai nuk donte që ti ishte prezent kur Belinda të paraqitesh në SPAK për ditën e hënë ishte. Belinda luajti atë lojën e të qenurit jashtë dhe në ditën e premte e zezë për
Partia Socialiste, inshallah e zezë, shonë gjithmonë. Por ishte ajo pjesa që Rama nuk donte, nuk kishte qef që të ishte prezent, domethënë në këtë moment. Gjithsesi, tash edhe ajo lun lojën e saj, edhe Rama lun lojën e si. Takimi i mbrëmshëm kam qenë tash pikërisht për këtë punë, për ta detyruar Belinën të ndërheqen, sepse edhe ai nuk ka liberti që të përfolet, domethënë si jetë në hetim, si zëvendës kryeministre, sepse është shumë më e rëndë qenia në detyrë e një njeriu i cili është në hetim dhe në postin e zëvendës kryeministre se sa të një person i lirë, domethënë nga detyra dhe të jetë në hetim, pavarësisht se dëgjuesh nesër, dëgjuesh kish zëvendës kryeministre. Dhe Ramës nuk i levertis kjo. Dhe prandaj them, Rama do ketë forcë, Belina keni bindur që Belina nuk e jep ndërheqjen vetë, pa një marrëveshje me Ramën, pa një mbrojtje, pa një diçka të tillë, nuk di se çfarë mund t'i kërkojë Rama sa ajo për të ndërheqjen. Por vetë Belina nuk e jep, keni bindur që Belina nuk e jep ndërheqjen, se për sa kohë unë pata thënë që zëvendës kryeministre në Shqipëri të jetë lea, por momentet e fundit ishin ato që e detyruan Ramën dhe Belina nuk e ka pas në listë Ramën në këtë qeveri për ta pas zëvendës kryeministre. U ndruan në moment fundit për arsye klanesh, për arsye force, për arsye kërcënimesh, nuk di, por di që edhe kjo është e sigurt që nuk ka qenë e piketuar Belina për zëvendës kryeministre. Unë pata deklaruar se dy vetash janë që vinë e para erdhi, kjo Ministrja e Shëndetësisë, si personi se këtë kanë ndërmend gjithë Sorosin do me forcu sa më shumë në Shqipëri, me forcu çerdhën e Sorosin në Shqipëri, se gjithë ideja e tij kjo është, domethënë. Dhe tashmë do shohim Rama do ketë forcën për ta shkarkuar Belinda Balluku. Unë këtu e shoh dhe në momentin që ju do shihni momentin që do shkarkohet apo Belinda ju do shihni një luftë shumë të madhe në mjet klanave. Jeni sigurt për të? Pavarësisht se çfarë ndodhe, çfarë bëhet në drejtësi apo në qeveri, por do ketë një luftë klane shumë të fortë. Mos ta paragjykoj, po frika është do dalë deri në atë luftën e rrugës, si që thonë në zhargonin e popullit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në mbledhjen e grupit parlamentar i kësaj force politike se kryeministri Edi Rama ka kërcënuar prokurorin në çështjes duke i thënë që se si guxon ti që ti prekësh pasaportën zëvendës kryeministres së Shqipërisë. Dhe nga ana e tij, pra e prokurorit sipas Berishës, i është thënë Ramës që ta mbyll gojën se dha ai është i përlyer në afera korruptive. Ju si e lexoni këtë deklaratë të Berishës dhe a ka guxuar vërtet Edi Rama që të kërcënoi prokurorin në çështjes? E para herë që jo vetëm që prokurori nuk mund të komunikosh në telefon, me telefon askujt, për vetëm në arsye sepse prokurori dihet se është ligjërisht një herë, gjëja e parë që është ligjërisht është në përgjim. Dhe një telefonat e cila është në përgjim nuk mund të komunikosh apo të bësh presion një prokurori, sepse është gjë e zbardhur për herë. Nëse ka marrë kujtësinë Rama të bëj këtë lloj akti, do të thotë se ose me telefonin e Ulçimajës u deklarua, por i bie që Ulçimaja të paraqitet nesër dhe të shkojë direkt në burg vetë, domethënë, pa asnjë lloj hetimi, sepse është kërcënimi i hapur një zyrtari të lartë, është në flagrancë. Po të kishte ndodhur, them se do të isha arrestuar Ulçimaj në flagrancë me këtë lloj motivacion. Nuk e besoj se niveli i tyre është aq i ulët sa të guxojnë dhe të marrin telefonat prokurorët dhe të deklarojnë apo të kërcënojnë për veprimet që ata bëjnë. Ju thash edhe një herë, prokuroria e Spaku nuk është më ai Spaku dikurshëm
ai Spaku që ashtu, mos harroni se para arrestimit apo dhënies së mandatit si personi në ndërtimin dhën akuzën, mos harroni se ka qenë zonë sekretari i shtetit, Mark Flamer, ka qenë në takime Dumanin edhe në prokurorin, që nuk besoj se merr dikush guximin ta bëjë shumë mirë që domethënë ardha një zëvendës sekretari të shtetit amerikan, nuk besoj se është më i dobët se sa Ulci Manja apo vetë Rama, që mund të bëjmë veprime të tilla. Ajo që të bie në sy, thash bie në sy sepse ardha e marrëm këtu dhe takimi vetëm me prokurorin apo me ministrin e drejtësisë dhe ministrin e brendshëm tregon shumë më tepër se sa ai deklarim që mund të bëj qoftë edhe Berisha në këtë aspekt. Sepse ata hapur kanë nënshkaluar, domethënë totalisht tashmë Ramën në takimet e tyre, nuk kanë asnjë lloj komunikimi me të, dhe gjithë komunikimin e kanë me ministra, zëvendës ministra, ashtu siç ishte edhe herën e parë që u bota i ambasadorës tonë përfaqësuesit të ambasadës amerikanë në Tiranë, që bëri takime me ministra, zëvendës ministra, pikërisht me ministrin e drejtësisë ka bërë ajo dhe me ministrin e brendshëm dhe me zëvendës ministrin e brendshëm. Ndërsa ky bëri takim me ministrin edhe me e drejtësisë dhe me ministrin e brendshëm dhe dy prokurorë. Prokurori kuptohet Dumani është përfaqësuesi i Spakut dhe do bënte takim, duhet të ishte patjetër takim sa kohë është në detyrë si përfaqësuesi i Spakut. Por këto lloj nuk më duket se janë reale. Një gjë nga deklarimi i Berishës, vetëm një gjë është reale, që thashë nuk e dim se çfarë punë. Gjëja e parë që është bërë asaj është marrë pasaportën në spital në jashtë shtetit, dhe kjo është normale me hetime të. Domethënë ne si nuk e kemi shumë, nuk na bën shumë përshtypje kjo marrja e pasaportës. Sepse edhe në këto hetimet e rëndom të pasaporta merret që mund të kesh mundësi të lëvizësh një herë tjetër, por kjo s'është një masë e madhe. Kështu që nuk pres vetëm masën e sigurisë do merret me vendim gjykate. Në atë konsiderojnë mas ligjore, se jo se marrja e pasaportës nuk është ligjore është edhe ajo, por flas është masa sigurisht vetëm atë pres. Ndërsa kjo pastaj këto janë çashka që lëshohen gjithmonë për të goditur kundërshtarin, për ta minimizuar atë pjesën e forcës së Ramës, se këtu të thohet që komandon Rama Spakun se i kontradiktor. Tu thohet që Rama e komandon Spakun, nëse Rama komandon Spakun, ka nevojë ta marrin telefonat të prokurorit dhe thotë mos buxhot ta prekësh, sepse atë do të ketë bërë përpara, nuk e gjen momentin kur ai vjen në paraqitet në Spak, kështu që është kontradiktore kjo lloj deklarate, nuk është në deklaratë, domethënë që të ndjellë interes. Jo, nuk ma merr me një kur që e kanë marrë telefon, në mënyrë absolute. Ndërkohë, e motra e Belinda Ballukut, Pamela Qirko, është regjistruar si avokate menjëherë pasi Spak i dërgoi fletëthirrjen zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ndërkohë në QKB ajo nuk paraqet veprimtarinë e saj konkrete dhe ajo që e bën dhe më paradoksale këtë situatë është se vetë Pamela Qirko ka qenë kryetarja e Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Në këtë rast, çfarë lëvizje po kërkon të bëj vetë Belinda Balluku? Dëgjoj, do të kuptoj një gjë që Belinda Balluku do luajë çdo lloj lëvizje dhe do bëjë çdo lloj gjëje. Kuptohet që ajo është në konflikt interesi, themi sepse ka qenë tek vitimu, është personi i cili ka kaluar të gjithë këta prokurorë edhe gjyqtarë, qofshin edhe të Spakut. Kështu që në këtë pikë, nga pikpamja morale është në konflikt interesi me ta. Pjesa tjetër pastaj që nuk është regjistruar në QKB, nuk është ndonjë problem i madh, sepse në kod deo ajo po bën familjarin e vet. Si juriste, si avokatë, nuk ka asnjë gjë të keqe, është familjari i vet. Për familjarin nuk ka nevojë as për prokuror, as për
as për gjë, është të thjesht është familjare vetë, është motra vetë, për motrën e vetë, ajo mund ta përfaqësojë në mënyrë ligjore, mund ta përfaqësojë motrën e vetë, nuk ka një gjë këtu. Por është ajo pjesa tjetër që unë kam thënë që Belinda Balluku nuk ka qenë tek motra vetë kur është thirrë herën e parë para një muaji që u thirrën spaku, thirrë pas ditës si Luli, po Luli u thirrë në orën 4, ajo u thirrë ka ora 6. Dhe nuk u transmetu në media dhe realisht ajo nuk ka qenë mas daljes nga spaku, unë thash që Belinda Balluku e ka marrë atë pjesën e saj se çfarë do ndodhte për vetëm arsye sepse domethënë kur doli nga spaku e ka vajtë në një zyrë avokatie dhe vajtja e kësaj zyre avokatisë domethënë kuptohet që kishte diçka që ndodhte diçka dhe unë për ne pa ta thënë që Belinda Balluku do arrestohet shumë shpejt ose do jepet akuza shumë shpejt sepse ishte momenti që ai kishte qenë një herë spak dhe kishte marrë atë që duhet të paraqiste me kur të thjerësh duhet të paraqistesh me avokat. Ka zgjedhur motrën e vet, tash është e drejta saj. Nuk është në një gjë e madhe, por është edhe loja pastaj për t'i bërë presion. Këtu më hyn ai presioni që ajo mund të bëjë ka si prokurorëve, pasi kur ka kaluar vitimora mund të gjëra që i kanë anashkaluar, i kanë bërë dhe nesër mund t'i thotë për shkakun që ke këtë, unë s'ti kam nxjerrë tash nëse ti. Por sado që të mundohet, sado që të bëhet, thashë edhe herë, ajo dosje nuk është seriozë, dosje e bërë nga spaku vetëm me pak autorizuar dhe e pa mbikëqyrur në fobia, kështu që duke qenë fobia, siguria më e madhe, pakun do ta kuptoj çdo shqiptar, siguria më e madhe tek ai spak nuk është as kur tjetër për vetë fobisë. Dhe këta jo më kot u gëzuan fobia për Trumpi i preu fondet e usajtit dhe fobia u largua nga Shqipëria, deklaratat e tyre ishin skandaloze. Dhe ardhja e rikthimi i fobisë ja u ka mirë përsëri dhe për shqiptarët dhe ta dëgjojmë pak se atë të vërtetën nuk para e pëlqejnë, duan binjeshtë, dalësh të thuash binjeshta që besoj. Por siguria tek spaku është marrëdhënia që ka me fobinë, ajo që vetë Dumani deklaroi në parlament, por nga media u lasin heshtje kur tha që askush nuk është para ligjit i fortë, një e para dhe e dyta spaku është në bashkëpunim plot me fobinë e amerikanë. Kështu që ajo nuk ka sikur lëviz për sa i përket akuzave që ka, nuk ka një akuzë Belinda, janë shumë akuzat Belindës. Por jepet një akuzë ashtu siç ndodhi me Erion Belin kur u munduan ta bëjnë sikur është thjesht vetëm parca rroba të shoqës, shpenzime kodë që s'kishin vlerë. Po më pas vesh nuk është kjo, ka akuzat të tjera, Erion Belia brata që i hapen, do t'i hapen. Në këtë rast, cili është roli konkret që ka luajtur dhe po luan FBI-a në goditjen e figurave të larta, qoftë në këtë rast edhe të Belinda Ballukut? Jo, FBI-a në radhë parë duhet të shohim 3 raportet e viteve të fundit që ka sjellë Departamenti i Shtetit, të cilat e cilësojnë Shqipërinë në vendet e para për korrupsion, drogë, pastrim parash, krim të organizuar dhe lidhje e ngushtë që kanë me Sorosin. Duke qenë se Trumpi i shpalli luftë Sorosit, e quajti dhe organizatë terroriste. Një nga vendet ku Sorosi ka ndërtuar çerdhen e tij është Shqipëria. Këtë e dim gjithë, besoj nuk kemi nevojë ta bëjmë. Dikush më pyeti se tha e përdor shumë ata që çerdhe Shqipëria, po dhe shumë. Më ke fakt, po fakti më i thjeshtë është ajo që jemi vetëm vend në botë që kemi futur Sorosin e kemi kthyer në institucion kushtetues. Pra, Sorosi tek ne ka komanduar çdo gjë. Pavarësisht se dalin sot dhe deklarojnë dhe thonë që Rama bëri ligjet, por mos harrojeni, gjithë e keqja reformës në drejtësi, ku u fut edhe Sorosi në kushtetut, ishte ndryshimi kushtetues dhe votimi kushtetues me 140 vota, që nuk kishte ndodhur ndonjëherë në asnjë vot edhe ku dim se ku janë, do vetëm ato vende që janë diktaturë totale, por në vendet e tjera nuk mund ndodhi që një votim ndodhi me 100% të
të vetë, mos harroni se kur ka ardhur, ai shumë do të ky që përqindje sa në atë votim ka ardhur edhe ky Marko me pranga në duar, ka ardhur dhe ka votuar. Tu janë ato handikapet ligjore që bëhen, domethënë ti pranon që të vit votoj një njeri i arrestuar me pranga në duar, vjen të futet sallë parlamentit dhe të votoj, dhe nuk e lejon, supozojmë, jo se pa e marrë në mërë si Spiter Sofare, pa e marrë si shembull, dhe nuk e lejon një kryetar bashkie të vit në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në momentin kur shkarkohet për të dëgjuar. Pra këto janë ato handikapet ligjore që bëjmë ne, ato precedente që ne i krijojmë dhe pastaj mohojmë, pastaj bëjmë. Kështu që unë them se Sorosi, goditja e Sorosit është një nga pikat kryesore, është një nga dhe mos harroni se të gjithë këta politikanët tanë, apo shtetarët tanë janë të lidhur dhe të përdhyer me Soros. Në mënyrë absolute të gjithë, pa përjashtimtasi. Unë u kam thënë për shembull një veprim të Partisë Demokratike e cila trumpeton me të madhe që është në politikën e Trumpit, bën një deklaratë edhe kundër Sorosit, por nuk ka bërë asnjë veprim konkret për sa i përket Sorosit. Sepse ka një gjë, Sorosi është qytetar në deri, Tiranës edhe tu s'bëhet një kërkesë për të hequr emrin, nuk bëhet një kërkesë për të hequr emrin shkollës me emrin George Soros, po mos harroni se për shembull, po shkosh në Durrës, ditën e votimit, ai thotë ku e ke qenë në votimit dhe kam ke kopshi Soros. E kupton, këta që luftojnë Sorosin, këta e kanë bërë Sorosin, e kanë futur në gjithë institucionet dhe aty ku arritin fund fare, pastaj arritin që futet edhe në kushtetutë. Dhe të fuzësh Sorosin në kushtetutë, patjetër që je vendi i parë që do të goditesh, se e ke kthyer në institucion. Kështu që nuk besoj se do të shpëtojnë këta. Dhe kjo është ai roli FBI-s tashmë që prandaj thash, nuk është më ai spaku i krajës që unë merrti me policin, a mori 10.000 lekë, a mori rishvet 20.000 lekë. E këtu është tashmë, këtu flitet për kokat mëdha, këtu flitet për krimin e organizuar, këtu flitet për drogë, këtu flitet për pastrimin e parave, këtu flitet për aferet që ka bërë qeveria. Për shpenzime kolosale parash, për vjedhje galopante. Mos harroni, sepse këta nuk e deklarojnë. O unë e kam deklaruar dhe nuk kam frikë ta deklaroj prapë që Ramës edhe politikanët e tjerë janë bllokuar pasuritë që kanë në Amerikë, janë bllokuar llogaritë bankare. Dhe Rama nuk guxon, se Rama nuk shkon dot. Po edhe i vllai që është i vllai vetë shkojnë bëjnë lëvizjen bankare në Amerikë. E keni sigurt që do arrestohet në sekondë. Do arrestohet. Dhe ai mundohet me njerëz tjerë. Tifosi si koka turku. Po jeni të bindur që Shqipëria, unë e kam thënë një herë dhe prapë i qëndroj se deri në fund vitit do pastrohet se s'ka më ku shkon. Ta mundohen ta shtyjnë derisa të vinë ato zgjedhjet për antarët e Kongresit në Amerikë, sepse mendojnë se Trumpi mund të humbasë të pozicionet e forcën që ka deri tani njëra tjetër. Dhe këta Sorosi këtë gjë ka, këtë po pret, dhe prandaj duan ta shtyjnë dhe prandaj FBI-ja dhe DEA ka ardhur pikërisht vetëm në Shqipëri, në asnjë vend tjetër. Nuk e ke në asnjë vend tjetër të Ballkanit, apo ky vazhdon atë kashillikun me kashit Trumpit, vazhdon. Ju e patë edhe takimin që bëri në Francë. Takimi i fundit që bëri. Ai filloi të përdorte idiotin, duke thënë Europës ju keni nështruar Amerikës. Çfarë deklaratë bën ky njeri? Se ky po lun atë bllofin, o të gjitha o asgjë. E di shumë mirë. Po ai është edhe i detyruar të bëjë këto veprime, sepse unë u kam thënë që ai është caktuar nga organizata tashmë terroriste, qoftë Kapala, qoftë Sorosi, janë bashkë të gjithë, është caktuar që ky duhet rrimë çdo kusht kryeministri i Shqipërisë. Dhe ti prandaj si bën përshtypje se i arrestohet njëri atë tjetër, se normalisht se të merr akuzën një zëvendës si ajo, automatikisht në mënyrë morale ai duhet të dalë se do të dorëheqë me.
Pa se njeh këtë lloj gjëje. Dhe kështu që këtu ka një forcim të themi të spangut, pikërisht sepse kam mbështetjen dhe jo pa qëllim marr ky zoti sekretari i shtetit marr flakën kur erdhi dhe takoi dhe shifun ka takoi spakun, ministrin e brendshëm dhe ministrin e drejtësisë, nuk takoi njëri tjetër. Po që takosh ministrin e brendshëm do të thotë që policia duhet zbatojë në mënyrë të përpikët të gjithë urdhrat e arrestit që jep spaku. Mos harroni deklaratën që ka bërë Dumani paracakohesh, ku tha policia nuk në flet arrest. Do të thotë që kjo është lidhshmëria dhe siguria që tashmë spaku ka në veprimet e saj. Dhe dushim në arrestimet tjera, edhe ministra që janë aktual. Prandaj ka një koordinim ndërmjet spakut dhe KP-së. Kjo është e gjitha. Dhe lufta në Shqipëri është lufta, mos harroni se është edhe lufta kundër Sorosit. Tash jemi vetëm vend që kemi Sorosin në kushtetutë. E kanë votuar 140 vetë. Në këtë rast, a ka një porosi amerikane ose dhe të aleatëve të NATO-s mbi goditjen e Belinda Ballukut, duke qenë se është aluduar dhe përfolur mbi çështjet e sigurisë në tendrat që ajo ka dhënë, por edhe në rastin e aeroportit të Florës? Jo, ajo që është më kryesorja, unë do thash porosia dosjet nuk janë se janë bërë të gjitha këto dosjet kanë ardhur nga Amerika të bëra prej andej. Dhe këta kanë pasur vetëm atë mundësinë për t'i ripara, për të konfirmuar disa gjëra dhe për të bërë arrestimin e tyre. Po kohë që këta nuk e bëjnë. Tash ka qenë një periudhë tjetër kohe. Gjithmonë jam shefur me ato zgjedhjet, jam shefur me ato gjëra. Por goditja e bandave, sidomos e drogës, ka qenë shumë e madhe. E Kroçati dhe Skaj që këta nuk donin me çdo kush gjetën një formë, një mënyrë e çon gjykat kushtetuese thjesht për ta eliminuar si provë. Dhe harruan se porosia që ishte e Amerikës dhe vendimi që mori Europa e mori që do quhesh provë. Dhe kjo pastaj në Kroçati dhe Skaj në to rrjetet e fsheta social që kanë këta telefonike, dalin emrat e të gjithëve, pa përshtim tasinë janë dalin gjithë emrat e tyre. Dhe të gjithë grupet kriminale çuditërisht kanë ministra, kanë shtetar, kanë politikan, kanë deputet, kanë ku diun. Edhe të gjithë emrat e tyre dalin. Kështu që nuk do ta anashkalojmë këtë lloj fakti. Prandaj thash që ardhe e FBI-s për shdyti, kur rikthye FBI-a të gjithë tretë, të gjithë viku llapa mrena këtu. Ta flenë me puc gjithë. Të gjithë flenë me puc. Tyre presin vetëm të bi dera. Po s'dinë se kujtë i bje dera sot apo nesër. Dhe të jeni të sigurt për të. Të gjithë flenë me puc. Gati janë, gjithë. Këta mendojnë se nuk i marrin vesh, këta mendojnë se nuk i dinë, po këta janë të kontrolluar dhe të survejuar në 24 orë, 24. Dhe nuk mund të argjoj legat në Amerika për të cilë FBI këtu, për të paguar FBI këtu, dhe të dali blokun, e kam thënë nëse Trumpi, apo administrata e tij, dhe unë them Trumpi, kuptoj se nuk do me e direkt vetë ai, edhe do vejdorën ai, por administrata e tij, patjetër, e ka synim Ballkanin. Jo më kot mori vendimin për Kosovën që tha nuk do hapë, nuk do ketë ndryshim kufish. Nuk do ketë shkëmbim territorësh. A ishte ky që doli për Ballkanin e hapur? Po, a ishte ky që doli për ndryshim territorësh? Rama ka qenë, me gjithë fuqisë. Rama ka qenë, Rama. Dhe Rama luan në të lojën me këta, me Kosovën që e paraqit një herë kështu një herë për të atë ide që unë jam patriot, unë jam nacionalist, domethënë ky komunisti nacionalist, kështu e kanë ta. Kanë atë idenë e propagandës. Kanë idenë e propagandës për të bërë sa më shumë propagandë, për të bërë sa më shumë zhurmë, për të treguar
atyre që janë unë po luftoj që t'jemi bashkë, marrjen nga Kosova sjell këtu vej ministra, vej drejtora që s'di not i ve drejtor porti, s'ka këtu mirë po porti unë nuk kam thënë, porti është siguri kombëtare. Por do jetë edhe e kupto, aty luhet droga, aty luhet krimi, aty luhet gjitha. Nuk marrësh një njeri edhe ta vesh aty kot. Vetëm se dua unë ta vej se interesat e mia. Dhe e shet si patriotizm. A kuptoni se po ky e shet si patriotizm, si po bashko Kosovë, dhe ata kosovarët, ata pjesa e negjit. Se nuk janë gjithë i soj, kuptoni drejt. Pyll paterna s'ka, po. Edhe ata sorosianët dhe sorosit e ngrihen, pse s'do ti që ky s'di note, pse bën ky këtu, se kam pas emisione me ta. Po, se kam pritur keq, domethënë. Nuk e kuptojnë se nuk e kanë idenë e politikës. Dhe i lëpije Ramës. Rama që i shep, Ramës i lëpije. Unë që i them vërtetën, unë sulmoha. E kupto ku është dallimi i propagandës që bëjnë këta? Dallimi i propagandës. Pse? Sepse ky gjithë mendet që gjërat i ka të nështruar, dhe që ka ky i nështron. Dhe i përdor propagandë. Dhe nxjerrin si gjë të madhe. E shesin gjithë për ërmë, e shesin për prapë. Kështu që fobejia, pa tjetër që është mbikëqyrësja kryesore e spagut, nuk mund bëj spagut më në kokë vetë, pa i kontrollu, pa i bërë. Dhe nuk mund t'ja nga shkalloj dozit, nuk mund t'i heqi dozit, nuk mund t'heqi më ashtu dozit dalin edhe fshije dozit. Nga 7 akuzët dalin me një akuzë përdorim detyre, s'ka më t'ilë. Se janë bërë dhe të numrat. Zoti Merkoçi, të ndalemi pak tek rasti Erion Veliajti, i cili u mbrojt në gjykatën kushtetuese sa i përket kërkesës së tij kundër shkarkimit nga kryetari bashkie, nga Këshilli Bashkiak dhe më pas nga dekreti që firmosi presidenti i vendit Bajram Begaj, ndërkohë që Veliaj gjendet në paraburgimin e Durrësit. Në deklaratat e tij, Veliaj lat kuptohet se si njerëzit e tij ja kishin futur pas shpine, pra e kishin goditur pas shpine, dhe midis tyre lat kuptohet edhe Edi Ramën. A mendoni se Erion Velia tashmë e ka nisur betejën kundër atyre njerëzve që deri dje kishte bashkëpunëtor të tij përfshi këtu edhe Edi Ramën? Jo, unë e pash atë e ndoqa. Do të thënë atë seancë e para herë që ishte tregoj një nivel shumë dobët, sidomos nga ana profesionale ishte shumë i dobët. Qoftë nga ana gjyqtarëve, qoftë nga ana mbrojtjes. Nuk ishte absolutisht asgjë juridike, aty kishte pallavra. Edhe asgjë tjetër. Duket që është një gjyq i stisur. Unë au kam thënë, aty është ajo gjykatë marrë atë vendim që do japi urdhër Rama. Dhe duke qenë se Erion Velia e din shumë mirë që atë vendim që do dalë aty, që do prodhohet nga gjykatë do jetë dëshira e Ramës, Erion Velia nuk guxoi publikisht ta denonconte Ramën. Erion Velia ka folur në burg, ka deklaruar shumë gjëra, lidhje edhe me Ramën, por çuditërisht, edhe pse i mbytur, ai pranoi që të mbytet dhe emrin e Ramës mos ta përmend. Domethënë, kur ai e di shumë mirë se ishte numri 2 i vendit, që asgjë nuk kalon pa dëshirën, pa vullnetin dhe pa urdhrin e Ramës, çuditërisht ai na doli dhe fillote jo po bashkëpunëtorët, po kjo, jo po politikë, po këtu, jo pa kap. Domethënë, një strukje u bë tepër i vogël. U kthye në atë njeriun meskin, njeriun që mundohet edhe të godasi, po edhe të lëpijet. Këtë lloj roli që luan Rama me Trumpin. Këtu e shan, këtu e godet, këtu i hedh dhe pastaj fillon lëpijet. Jo po shmej mirë, jo po shkëty, jo po bën këtë, jo po se ka bërë këtë. Edhe ky këtë lloj stili përdori.
E shante, po pa i përmend emrin, pastaj mos ja përmend emrin se ky e ka në dorë dhe ky do më e nxorrin pa domethënë që ky e ka në dorë tash. Unë s'duhet ta godas me emër, po këta të tjerë. Se më thënë, fajin e kanë këta të tjerë, kurse ky që është kryeminist, ky që është kryetari i partisë, ky që i ka të gjitha në dorë, ky s'pas ka fajin. Pra emri i tij nuk duhet përmendur, duhet përmendin të tjerë. Pa ta lëmë në kuptime. Të çem kodin që dëgjoj se unë nesër do të flas për çfarë levelie dhe çfarë force ka nesër nëse Erion Velia do përmendë emrin e Ramës, kur nesër Rama do marri, jo mund marri, do marri akuzat e veta. Çfarë levelie ka? Dhe një i mbytur, të sillet në atë formë lëpirëse, në atë formë të vështirë, pa dignitet, pa personalitet. Kjo është e gjithë. Por, si gjykim, ishte tepër i dobët. Domethënë, një gjykatë kushtetuese të sillet në atë formë ishte shumë nuk duket që janë njerëz të komanduar, njerëz të fënë, njerëz që kanë interesa, janë të trishtuar, janë të njerëz të shantazhuar, kanë gjitha nuk më dha lënë keqe. Gjykata kushtetuese dhe më vjen mirë që pashë të gjykatë për një arsye të thjeshtë, sepse kur është bërë reforma në drejtësi, unë pata në gjitha ato kërkesat që kam bërë vazhdimisht, pata kërkuar që gjykata kushtetuese duhet jetë me njerëz të cilët i kanë dhënë ti vendi, janë marrë me këtë kushtetutë, e kanë folë për të kushtetutë dhe kam thënë që duhet kemi një kushtetutë shqiptare, një kushtetutë nga shqiptarët dhe jo të kemi një kushtetutë me arna të sjellura, të bëra. Dhe ajo që është kryesorja, që pa ta thënë në atë kohë, një antar i gjykatës kushtetuese duhet të jetë mbi 65 vjeç dhe me integritet, por dhe me mandat përjetshëm. Ndërsa këta që vinë me mandate, gjysmë mandati, çerek mandati, ta heqim sot, se më heq nesër, këta janë të shantazhueshëm gjatë gjithë kohës. Dhe e treguam vetëm, domethënë, niveli tyre ishte tepër dëshiruar. Në një moment Velia tha që ai posedon materiale të caktuara dhe vetëm ato i ka në një USB që ja kanë dhënë avokatët, dhe një deklaratë të tillë bëri teksa ishte duke lëshuar edhe akuza indirekte kundrejt Edi Ramës. Në këtë rast ju si mendoni, çfarë mund të ketë në atë USB, apo a ka materiale të forta Erion Velia që mund t'i nxjerrë ndaj Edi Ramës? Materiale të forta. Po që materialet forte do ketë Erion Velia, që nuk i di, Rama i di, po që materialet e do ketë, kur bëjnë atë do ketë, a e di në gjithë, qa do ketë? A ka më material se e kanë qitë Lagori që Rama? Për qa, për afera? Po për afera të dhja. Pa firmën e Ramës nuk shkuara me as i vend. Pa firmën e Ramës nuk jepet as i kull. Pa firmën e Ramës nuk bëhet as i lloj vendimi. Pa firmën e Ramës nuk aprovohet asgjë. Çan tregoj mua se kush ka qenë në Aruba? Pa dim. Tregoj mua se sa leje ndërtimi kanë dhënë, e di. Çfarë do tregoj mua? Unë ju kam thënë, edhe në Zimbabwe ku kanë qurë legët, këta janë fotografuar edhe të filmuar. Dhe legët ju e kam bloku. Qa do të tregoj Erion Velia në USB? Qa desh me tregu kodin që unë kam materiale për ty kundër teje? Po s'pi ujë ma i kod. Erion Velia po t'ishte se ju dhimse ky qytet, Erion Velia ditën e parë që u ndalua Erion Velia të jetë të dorëheqje. Që se u dhimse ky qytet. Dhe duke dhënë dorëheqje, Erion Velia mund të fliste çdo gjë. Por Erion Velia nuk fol. Erion Velia ka folë vetëm në momentin kur janë vënë dosit përpara, materialet janë vënë përpara. Dhe Erion Velia duhet të shpjegohesh për ato materiale. Dhe patjetër ka qenë emri i Ramës procesi, s'kishte ku shkote, jo se e mbrojti, po s'kishte do mbroj vetë. Do mbroj vetë, nuk është se po flet, se po tregon diçka që nuk e di. Dihet materialet aty janë, dosjet aty janë. Janë me mirë në faqe aty.
aty nuk kanë shkruajt romane dashurie. Në ato faqe. Janë akuza të gjitha. Janë gjitha materiale. Qa do të tregoj Erion Belia me Jusufën? Qa do të tregoj? E pas ka Erion Belia Jusufën e kanë avokatet edhe nuk e dikat. Pa avokatet e Erion Belis e shesin se kom. Rrezik japin edhe Jusufën poshtë. E i thoni ke këtu. Në çdo lloj ngjarje dhe në çdo lloj gjëje do dalë se s'bën nëse e din dy veta. Nuk det vetëm atëherë kur njëri nga të dy ka vdek. Po e ditëm dy veta tjetër. Se dyshi, kur thu dy vetë, qa del? 11 lexohet. Si drejtje mori. Këta po bëjnë edhe interesantë. E me lijet të regoj atë që ka bon në Amerikë. Amën edhe, atë do ketë, s'ka gjë tjetër. Zoti Merkoçi, në një moment Erion Velia i tha se unë jam rrëmbyer nga kryetar bashkia ashtu siç bën Farku ose siç ka bërë Farku në Kolumbi që rrëmbente kryetarët e bashkive. A e ka cilësuar në këtë rast vetë Edi Rama në mënyrë indirekte si organizatë terroriste dhe çfarë kërkon të jap ose më saktë çfarë mesazhi kërkon të jap vetë Velia me këtë fjali? Atëherë, se si është arrestuar Erion Velia e kanë pasur gjithë. E s'kam nevojë ta bëj koment se e kanë pasur gjithë shqiptarët, e kanë pasur si është arrestuar në mënyrë. Ka shku dhe pa pranga. Erion Velia është pjesë e Sorosit. Unë kam thënë, debati që është bërë në Amerikë, në mjet Velias dhe Edi Ramës, ka shku ke Sorosit, njëri ka taku Gjorgji, tjetri Aleksi. Dhe debati që është bërë mes tyre ka qenë e thjeshtë. Rama i ka thënë, ty po shka top të po unë, pata po deri të fundit nuk lejë. Me atë fjalorin e Ramës këtore. Dhe ndodhe që ndodhe. Erion Velia shkojnë për. Pa tjetër. Sepse ky përfiton nga të qenurit kryeministre duke pas ndorë shumë gjëra. Se ai nesti angonje, kush ishte këto? Po, ai ishte para se të arrestohesh 5D-ja u bë pikërisht sepse Erion Velia goditi Belinda Balluku me drejtorin e ARS-së që ai ishte që e futën burg. Belinda u përgjigj me 5D. Dhe pastaj shkoi Erion në burg, tash shkoi dhe Belinda. E një ka mbrapa. O gjitha këto do t'i mori Rama përpara dhe do mylli derën fund fare. Po tjetër. Që s'kan këta asgjë. Unë një pa qëllim në thash, gjithë këta flinë me kucë, të fillu qyke Rame deri te i fundit. Ose po t'i marrë në hierarki qyke kapteri i presidencës. Që edhe ai është me dosje s'pak. Të gjithë janë me dosje. Tu duhet pastrim. Dhe po së pastru kjo politikë. Po pse ku i gjeshin materialet këta që i përtiqin ke Erion Velia 43 protestat. Klej që ku i gjetë, ke Belinda më. Që qa? Që që s'jep në nuk jep në një gjëtë madhe. Lufta mërë në llojet, lufta mërë në klanëve, normal. Lufta me në llojit është me e keqe se sa lufta me kundërshtarin, se unë e di që e kam kundërshtar dhe pikë marron, po aty me në llojit është shumë e keqe. Një hanë kokat e një në tjetër. Zoti Merkoçi, gjithashtu Velia deklaroi se ashtu siç pati fatin vet ai do ta kenë edhe ata që do të jenë kryetar bashkie më vonë, qofshin Gerda Manastiliu apo Florian Binaj. Si mendoni sa drejt ka pasur Erion Velia në këtë rast dhe a mendoni se Edi Rama do t'i godas një nga një njerëzit e tij për t'i çuar para drejtësisë, ashtu siç bëri me Erion Velia në fundmi me Belinda Ballukun? Nuk i çon Edi Rama
Viktim e propagandës që Rama i dërgoi nga. Në momentin që feja e spaku vendosin për të arrestuar X apo Y-in, keni të bindur Rama në atë moment e lëshon, si që lëshoj po të aveni re në deklarantën e parë kur është përfol, kur bët fethirja Belinda Balluku që duhet paraqitesh ditën e orë, Rama ka bërë deklarantë dhe tha drejtësia do veproj. Nuk e bërë Rama, hiqini nga menja, nuk ka forcë Rama. Mos e boni Ramën Superman. Rama është Superman në të gjitha gjëra. Po para fobisë. Rama është minuk korridor. Nuk ka asnjë lloj force. Ai po mundohet me gjitha, është munduar në gjitha format e drejtë që shejtani. Ai nuk arrit dot me taku rojen që është në Kapitol, jo administratën Trump. Nuk ka asnjë forcë. Rama nuk ka më forcë, Rama nuk është më, ju po ta shihni në për takime, që takot me Sarkozy, me Sorosianin tjetër. Dhe këtë takot, Van der Lee, Çanga, ai burri që merr burr. Kryetario BE-s. Në këta takohet ai me gjithë Sorosin, me gjithë kabanin takohet ai, nuk takohet ai me të djathtë. Këtë djata e keni pamë me Melonin me u taku Rama? Asaj që ju ullë të në gjuhën që qasë i bote? Që se tako me Melonin. Sonë ta janë edhe Melonin në Amerikë, pikërisht për Ramës. Nuk ka, unë thash, është lufta kundër Soros, mos të diskutohen, këta do mundohen me gjitha forma, por nuk kanë këta forcë më. Atë forcë si që kam pasur, Rama po ta bote. Para cakosh po ta bote, ta komandonte. Po jo sot. Në më dhënë, që se unë them se Rama i merë, ka i fuska të erë kë, marë shërkin Bergus. Zëvën, sekretari shtetit pas ka arë kotë këtu. Edhe pas ka ta ku dumanin kotë. Me i morë leje Ramës, si qitë të... Pa jo. Nëse së është qukë, ledi, se qa flasin e qa bëjnë thash, du të minimizojnë, du të bëjnë, duan me qëto kusht të japin forcë Ramës, se edhe ajo të nërë që po berishëm. Që Rama ka marrë me telefon ti, ka marrë në telefon. Pra me i dhonë forcë Ramës, Rama pas ka forcë akoma. Rama nuk ka forcë. Rama është i vdekur, politikisht jërë është i vdekur i mbaruar. Rama pret kur të shkoj qeni këtera me arrestu. Ju ala i jetë një Ramës forcë, s'ka Rama forcë. Kush mendo se Rama ka forcë, ka gabim total. Rama ka marru, Rama nuk disha do zjasë, sa i muja, dyja, për ti, ose sa zjasë. Rama është për vetë drejta ti. Po i heqin gjithë to. E do ngeni si ajo në shpia, tash kur i heqin shpi, kur i heqin patava shpis, bje poshtë vetaj. S'ka nevoj mo. Heqin trajët, bje patava poshtë, pulltavë. Edhe e kështu do bi. Do i vjarës do një ca ministra tjerë, shi? E ca zyrtar tjerë, edhe Rama do ngeni e do bi poshtë. S'ka ku shko. Në zullume që janë bërë tu Shqipëri, është ku mua s'me intereson shumë, edhe kjo pjesë, u fut në burg, s'u fut në burg. Unë do shoh veprimin tjetër, duhet të shqetësohen edhe shqiptarët. A do t'i konfiskohet, sekuestrohet pasuria këtyre zotëri për t'ju kthy shqiptarëve? Kjo është. Apo do bëjmë vetëm burgun edhe do marrin prapë ato lekë. Edhe ato pasuri maramëndse që kanë marrë. Tu është gjithë film. Mund kjo më shqetëson ato futen në burg. Se në burg të futet dhe nuk diskutohet. Unë nuk vesh sot në dyshim burgun. Arrestimin. Hetimin. Unë vesh dyshim ato të lekë që ty e mbjellë. Këti popullin. Që e kanë farfuru këtë popull. Që e kanë shqip këtë vëndë. Se Rama po mundohet hapi gropat zeza që dhe ne. Qofte dhe ligjin e malën. Kërkon t'i fusin vllavrasi. Kërkon t'i fusin vllavrasi. A i këto kërkon që kryojt një hërmuj Shqipëri që të kërkojnë një gjë, që shkutoj vetëm.
Por që Rama të komandoj Rama s'pak, pas më shkon men. As më shkon men që Rama mund të komandoj. Rama ka pas një ndikim, po jo, edhe prapë nuk ka pas, mund të ashtu një muj, mund të ashtu 2 muj, mund të ashtu 3 muj, e ka pas. Po, njolla që është aty në s'pak nuk e heq do të kurra, Rama e s'ku. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, analizën dhe opinionet tuaja këtu në Agora News. Faleminderit edhe unë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.